Po ashtu prej lutjeve të mbrëmjes që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka porosit në mbrëmje ta lusim krijuesin fuqi plot është edhe o Allahu im, më dhuro në trupin tim shëndet e kënaqësi, në veshin tim respektivisht në shqisat e të dëgjuarit e kënaqësi dhe mirëqenie, po ashtu edhe në syrin tim mirëqenie e kënaqësi e shëndet. Nga se besimtari çdo herë e falenderon Zotin e tij për gjitha dhuntit, për mirëqenien, për shëndetin, për gjitha ato të cilat janë funksionale dhe janë në shërbimin ton që Zoti i Madhreshëm po asnjë kusht na i ka bërë dhuratë dhe në të njëjtën kohë nuk kërkon nga ne për të gjitha këto të cilat i kemi në disponim dhe kënaqemi me to dhe janë në shërbimin ton, që ne të kërkojmë që nga ne të kërkohet diçka e veçantë, pos falënderim dhe mirënjohje për Krijuesin te baraka wa taala.